Përshëndetje, të dashur miq, duke ditur që nga interneti mundësitë janë shumë të larta për të gjeneruar para. Në këtë video do t'ju shpjegojmë si të krijojmë biznesin tonë online. Ne kemi menduar t'ju sjellim një platformë me shumë mundësi përfitimit, e cila nuk kërkon investim. Pra, investimi juaj është 0 lekë. Pa humbur kohë, le të fillojmë me prezantimin e platformës Arkeleo. Hapim faqen e internetit dhe këtu do shënojmë adresën e internetit www.arkeleo.com. Por përpara se të regjistroni, duhet shihni që është siç po shikojmë këtë pjesën përpara faqes internetit, që është https. Japim enter. Tashmë platforma na është hapur. Shohim dhe reklamen me Click Win fiton 0.05 lek për çdo klikim. Kjo është për ato që dëshirojnë të fitojnë vetëm nga marketingu, por së pari ne do regjistrohemi. Klikojmë ikonën regjistro. Këtu do shënojmë username-in. Username-in mund vendosni diçka çfarë të dëshironi ju. Unë po bëj një shembull. Vendosa username-in shembull, emailin që jam regjistruar, pra emaili jon aktiv dhe passwordin. Konfirmojmë përsëri passwordin. Në krahun e djathtë shohim name, mund vendosim emrin ton. Emër dhe mbiemër. Ulemi më poshtë. Shohim termat dhe kushtet e punës. Në qoftë se dëshironi, por përpara se ta ndërtoni, ju duhet të lexoni termat dhe kushtet e punës, duke klikuar mbi termat dhe kushtet e punës. Mbasi t'i keni lexuar, do t'i japim yes. Që po, unë i kam lexuar dhe bi dakord me termat e kushtet e punës. Në fund, jap konfirmo komplet si ngap. Tashmë ne jemi antar të platformës Arkeleo. Do të hapim adresën e emailit ton, që të presim një kod konfirmimi. Unë aktualisht shkoj tek adresa e emailit dhe jap refresh dhe shoh që activate your account. Klikoj për ta rihapur dhe shoh emër, mbiemër. Më poshtë kemi linkun e referimit. Ose kopjojeni ose klikoni mbi linkun e referimit. Unë aktualisht do të klikoj mbi linkun e referimit dhe do na hapësh një dritare. Llogaria jon është aktive tashmë. Unë do logohem. Pra, si që shikoni, unë kam vendosur username-in që u regjistrova më parë, shembull, dhe passwordin. Por mund të logohemi dhe me adresën tonë të emailit. Dhe japim login. Pra, kjo është llogaria jonë, dhe nëse ne kemi kompjuterin tonë, ne mund t'i japim save dhe regjistrojmë passwordin që ne logohemi zakonisht, do të thotë që nuk na logohet asnjë tjetër në kompjuterin tonë. Kaq ishte dhe platforma Arkeleo. Miru takofshim në videon tjetër të radhës. Miru pafshim.